Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evi Sala, e ftuar në Kongresin Ndërkombëtar të Federatës Shqiptare të Ginekologëve dhe Obstetërve, ka folur për shëndetin e grave. Sala shprehu se shëndeti i gruas mbetet një prioritet kombëtar me ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien e familjes dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Ajo theksoi se përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore duhet të shoqërohet me garantimin e aksesit të barabartë për të gjitha gratë, duke adresuar pabarazitë ndërmjet zonave urbane dhe rurale, si dhe grupeve të ndryshme sociale. Shëndeti dhe mirëqenia e gruas nuk përfaqëson vetëm një çështje mjekësore, por kanë qenë dhe mbetet një prioritet kombëtar me ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien e familjes, në zhvillimin psikosocial dhe ekonomik, si dhe në të ardhmen demografike të vendit. Në këtë kontekst, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore duhet të shoqërohet domosdoshmërisë me garantimin e aksesit të barabartë për të gjitha gratë, duke adresuar pabarazitë ekzistuese ndërmjet zonave urbane dhe rurale, si dhe ndërmjet grupeve të ndryshme socio-ekonomike dhe të marginalizuara. Sa i përket sfidave aktuale, ministrja theksoi nevojën për një qasje më të avancuar dhe të integruar përmes përdorimit të teknologjive të reja, rritjes së kapaciteteve profesionale dhe zhvillimit të qendrave të specializuara.